Zonja dhe zotrinj, ju përshëndesin Fatmir Gjafaj, këmbgul për monitorimin e SPAK-ut pavarësisht refuzimit prokurorisë posaçme. Kryetari i Komisionit Përhershëm Parlamentar thotë se mbikëqyrja është një praktikë e njohur, ndërsa në mbledhjen e sotme u diskutua siguria në gjykata pasi shumica nuk përmbushin kushtet bazë. Kryeministri Edi Rama ju përgjigj shoqatës gjyqtarëve me një gjuhë të fortë në lidhje me kërkesën e tyre për rritjen e mëtejshme të pagave. Ai deklaroi se gjyqtarët paguhen njësoj si në Greqi, ndërsa reagoi dhe shefi i opozitës Ali Berisha, i cili i dha të drejtë edhe Edi Ramës, por edhe gjyqtarëve. Fermeri nga Livjaka që u bë i njohur pas debatit me kryeministrin Edi Rama thot për Top Channel se nuk është kundër importit, por prioritet duhet të ketë prodhimi vendas. Ai pranon se pandimën e shtetit nuk mbijetojnë dot dhe se u zhgënjye nga fermerët e tjerë në sallë. Mirëmbrëma të gjithëve, sipërmarrja në Shqipëri po rrit ndjeshëm numrin e bizneseve të reja, por paralelisht vihet re dhe një tjetër trend. Gjithnjë më pak sipërmarrës po u drejtojnë bankave për kredi, duke preferuar vetë financimin. Pothuajse një vit pas mbylljes së aplikacioni TikTok do të jetë sërish i aksesueshëm nga qytetarët në Shqipëri. Vendimin për heqjen e bllokimit e mori qeveria 2 ditë pasi çështja të shqyrtohej në gjykatën kushtetuese, ndërsa kjo platformë përdoret nga 1.5 milion shqiptarë. Presidenti i Kinës, Xi Jinping, po planifikon një monedë rezervë globale të mbështetur nga një bankë qendrore fuqishme për ta përdorur gjërësisht në tregti ndërkombëtare. E quajtur renminbi, ajo zëvendëson termin yuan në dokumente zyrtare dhe godet direkt dollarit. Fatmir Gjafaj këmbgul për mbikëqyrje ndaj SPAK-ut, duke thënë se monitorimi është një praktikë e njohur parlamentare, pavarësisht refuzimit të prokurorisë së posaçme. Në komisionin nisma qytetare u ngrit shqetësimi për sigurinë në gjykata pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja, ku konstatua se shumica e tyre nuk përmbushin kushtet bazë. Ndjekim Kristi Gonga. Fatmir Gjafaj nuk heq dorë nga kërkesa për të mbikëqyrur SPAK-un, pavarësisht refuzimit të prokurorisë së posaçme. Gjatë drejtimit të komisionit parlamentar, Gjafaj insiston që kuvendi ka detyrën të shërbejë si çelësi lidhës ndërmjet pushteteve dhe të jetë hapësira e bashkëpunimit institucional, duke i dhënë një përgjigje indirekte Klodian Brahos, që i mbylli derën me arsyetimin se vizita monitoruese e kërkuar ka përcjell ligjin dhe pavarësinë e SPAK-ut. Normat dhe praktikat parlamentare nuk e shohin kurrësesi funksionin kushtetues të mbikëqyrjes parlamentare si monitorim të institucioneve të pavarura dhe sidomos ndaj veprimtarisë së tyre. Ndaj dhe nuk kanë as pak karakter ndërhyrës apo vlerësues mbi çështje konkrete të çdo natyre qofshin ato. Vizitat monitoruese janë një praktikë e konsoliduar parlamentare edhe gjatë legjislaturës së kaluar. Arsyeja pse u mblodhën të mërkurën në komision ishte siguria në gjykata, marrë shkas nga vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit. Të thirruar në seancë dëgjimore, KLG-ja, KLP-ja dhe prokuroria e përgjithshme ngritën alarmin për kërcënimin që ndjen aparati i drejtësisë gjatë ushtrimit të detyrës. Mund të kenë qenë dikur fjetore apo diçka tjetër dhe pastaj rrugës janë për gjykata. Pra humbet respekti kur ti hyn në ato godina. Ka procese gjyqësore ku palët thonë nuk dua dal për jashtë. Dyert hapen dhe mbyllen nga njerëz që hynë edhe dalin pa kontroll. Zakonisht prokurorët futen nga futen palë. Personalisht edhe më ka ndodhur, minimumi do kesh ofendime si prokuror. Duhen forca të dedikuara. Ku një forcë e përcaktuar, karabinierëve për shembull në Itali, është dedikuar për të ruajtur godinat e gjykatave. Nuk do të duheshin më shumë se 140, maksimumi 200 polic për të siguruar rendin. Në planin emergjent vlerësohet krijimi i organit policor të posaçëm për institucionet e drejtësisë për të zëvendësuar shoqëritë e sigurisë fizike, ndërsa u bë thirrje edhe për investime në godina të reja dinjitoze, kërkesa që po shqyrtohen nga Ministria e Drejtësisë dhe ajo e Brendshme. Pasja e një kampusi në mund të përdorim termin, ku të zgjidhen çështjet e gjykatës, prokurorisë, po kemi gjithashtu shërbimin e provës, çështje të shumë fishta që po adresohen. 3 vjetët të fundit janë rreth 23 incidente, të cilët është dashur ndërhyrja e policisë. Nga 20 gjykata u zbulua se vetëm 20% e tyre plotësojnë kushtet bazike në infrastrukturë dhe në garantimin e rendit dhe të qetësisë. Ky është Top Channel.
Sërish tension mes ekzekutivit dhe pushtetit gjyqësor për pagat, ndërsa gjykata kushtetuese është duke diskutuar të japë një vendim. Kryeministri Edi Rama është përgjigjur reagimit të shoqatës së gjyqtarëve, duke cilësuar gjuhën e përdorur si të papranueshme. Shoqata e gjyqtarëve duke komentuar qëndrimet e kryeministrit Edi Rama për kërkesën e tyre për rritje pagash, çështjen e gjykimit në gjykatën kushtetuese, deklaruan të martën në mbrëmje se ata nuk mund të heshtin përballë përbaltjes kryeministrore, publike mediatike që synon të ndez kundërshtin në opinionin publik për një vendimarrje dhe proces kushtetues. Reagoi edhe shoqata prokurorëve të Republikës së Shqipërisë, e cila vlerëson se debatet publike për çështje që lidhen me sistemin e drejtësisë duhet të zhvillohen në mënyrë të përgjegjshme. Sipas tyre, çdo formë retorike që synon të kthejë opinionin publik kundër magjistratëve nuk i shërben forcimit të shtetit të së drejtës. Qëndrimeve të këtyre dy shoqatave ju përgjigj flak më flak kryeministri Edi Rama kur tha se kërkesa e tyre është e pajustifikueshme, është e papranueshme dhe është e pagëlltitshme për t'u imponuar parlamentit dhe qeverisë përmes pushtetit gjyqësor. Jemi palë dhe befas shoqata e gjyqtarëve shfaqet publikisht si një parti politike me një gjuhë të papranueshme dhe të pajustifikueshme për ata të cilët përfaqësojnë pushtetin gjyqësor, pra përfaqësojnë një pushtet i cili arbitron dhe jo një arbitër i cili thot bilbili është i imi, topi është i imi, penaltin do ta gjuaj vet dhe porta duhet rri pa portier. Ne, tha kryeministri, nuk jemi në asnjë fushat dhe nuk kemi asnjë qëllim të bëjmë fushat kundër gjyqtarëve. Kërkesën e tyre e quajti unikale në historinë e Europës. E gjithë kjo tymnaj populiste, po kush jeni ju që i jepni vetes të drejtën të bëni përcaktime të tilla? Tymnaj populiste. Jeni parti politike, regjistrohuni si parti politike, dilni në garë edhe mbroni platformën tuaj dhe pastaj bëni dhe ju siç bëjnë plot luftën me etiketime, me sharje, me fyrje, me vendosje të kundërshtarit në pozita që nuk janë absolutisht të lidhura me argumentin, por me etiketimin. Sipas kryeministrit, shoqata gjyqtarëve ka mizën në kësul, pasi nuk po funksionon plani i kalimit pa mendje të 37 milion eurove plus. Kush jeni ju? Për çfarë histerie keni fjalën? Më shikoni mua të agjituar, jam shumë i agjituar se 37 milion euro që kërkoni ju plus nga buxheti i shtetit janë para që duhet hiqen nga diku tjetër. Kryeministri vijoi këtë debat përmes një mesazhi në rrjetin social X, duke u përgjigjur edhe shoqatës të prokurorëve. Mos ngritja e pagave aq sa duan shoqatat e gjyqtarëve, pra shqip, një pagë që s'më ngrihet, saç dua unë është një pagë e ulur. Duke totalisht e pabesueshme, por shumë fatkeqësisht e vërtet. Absurditet total pra, sepse jo vetëm s'ka pasur asnjë tentativë, por as nuk i ka shkuar ndërmend askujt për të ulur pagat e gjyqtarëve. Por ndërkohë, thekson kryeministri Edi Rama, s'mund të rrit dot pa i shtruar një pyetje kësaj shoqate të re. Po për shkelmimin e vazhdueshëm si askund në Europë të prezumimit të pafajësisë dhe kthimin e arresteve me burg pa gjyq në një praktikë rutinë, e cila e ka njollosur Shqipërinë botërisht, duke na renditur si delezez në bizh të kontinentit evropian dhe të kthyer në subjekt shqetësimi të komunitetit të Këshillit të Evropës për parandalimin e torturës. A keni gjë për të deklaruar? Këto debate mes shoqatave të gjyqtarëve, prokurorëve dhe kryeministrit Edi Rama po zhvillohen në një kohë kur gjykata kushtetuese pritet të japë vendimin nëse është legjitime kërkesa për rritje pagash të gjyqtarëve. Në debatin mes Edi Ramës dhe gjyqtarëve dhe prokurorëve, Sali Berisha u jep të drejtë të dyja palëve. Si ish kryeministër, ai është pro qëndrimit të Edi Ramës, por si rival politik i tij thotë se është me gjyqtarët, sepse vetë Edi Rama prishi piramidën e pagave në sistemin e drejtësisë. Ndjekim raportin e Elda Mengës. Sali Berisha takohet në një pikë me Edi Ramën, kritikat ndaj sistemit të drejtësisë. Si ish kryeministër, Berisha bashkohet me kundërshtarin politik se kush ka të drejtë ekskluzive për të rritur pagat gjyqtarëve dhe prokurorëve. Pagat dhe piramide e pagave janë e drejtë absolute ekskluzive
për të gjithë shtetin dhe institucionet e tij e ekzekutivit, përveç ndërmarrjeve publike. Por si kryetari i opozitës, Berisha ndahet me Ramën. Ai fajson kryeministrin se e bëri vetë lëmshin kur vendosi të përmbys piramidën e pagave të drejtësisë, edhe në këtë pikë u jep të drejtë gjyqtarëve. Erdhi ky me vllahic dhe stër vllahic, përmbysi piramidën e pagave. Ky Shakaxhi, Zgaravitus, që ka zero ide për shtetin, nuk kuptoi që po i vinte kazmën piramidës pagave, duke caktuar rrogat që i thoshte vllahica, e cila raportet të komisioni i dërgonte nga zyra e tij. Çdo gjykatës sot ka 100% të drejtë të mos pranojë piramidën ekzistuese, sepse ky një prokurori në prokurorinë speciale i jep një rrogë 2 herë më të madhe se gjykatësit kushtetues. Rama kritikoi gjyqësorin që ka hapur padi në gjykatën kushtetuese për pagat. Berisha sulmoi gjyqtarët kushtetues për një tjetër çështje, zvarritjen e vendimit për Ballukun. Ditë e djeshme faktoi se gjykata kushtetuese e Shqipërisë është trofulla e fundit e hajdutëve tuaj. Paralajmëroi edhe sot ngujimin poshtë zyrës së Edi Ramës, por preferon që t'ia bëjë surprizë duke mos zbuluar më shumë. Bas kërkesës së ish-presidentit Ilir Meta që kërkon shfuqizim të masës arrest në Burg, gjykata kushtetuese ka caktuar datën 8 prill ora 11 për shqyrtimin e ankimit të ish-presidentit. Në padinë e tij, Meta thotë që duhen shpallur si antikushtetuese të gjitha vendimet e shkallëve më të ulta, të cilat e kanë lënë në paraburgim, dhe për këtë argument radhit jo vetëm mbylljen e hetimeve, mungesën e rrezikshmërisë, por edhe motive politike. Shqyrtimi në kushtetuese do të bëhet në bazë dokumentash pa praninë e ish-presidentit Meta. Fermeri nga Divjaka që u bë një orë pas debatit me kryeministrin Edi Rama thot për Top Channel se nuk është kundër importit, por prioritet duhet të ketë prodhimi vendas. Ai pranon se pa ndihmën e shtetit nuk mbijetojnë dot dhe se u zgënjye nga fermerët e tjerë në sallë. Ky është Lili Biti, disa ditë më parë u bë fermeri më i njohur në Shqipëri pas një debati që zhvilloi me kryeministrin Edi Rama. Na mbros se po vjen mall nga jashtë. Mua njeri nuk më imponohet dot me forcë. Ulu. 61 vjeçari thotë se për 35 vitesh merret me punët e bujqësisë në Divjak dhe në një sipërfaqe toke prej 10 hektarësh. Në të dyja sezonet ai kultivon perime fushe. Për të bujqësia është pasion, por edhe ekonomia e familjes, me të cilën rriti 2 fëmijët. Pa ndihmën e shtetit ne nuk mbijetojmë dot. Kam 8 hektar, 10 hektar, shkon 12 hektar dhe kultivojnë perimet që u shikon syrin e për drejt, panxar, lule, karrot. Lili thekson se nuk kërkoi bllokim të importit për mbrojtjen e prodhimit bujqësor të tokës shqiptare. Kryeministri ndëgjoi shumë mirë që unë nuk kërkova bllokimin e doganave, se ai a shumë ktheu përgjigjen. Unë i kërkova që kur hyn mall nga importi, shteti duhet të jetë rregullator. Nëse ka mall fermeri këtu, ai duhet të ngrejë referencën doganës që të shitet malli i vendet, siç bën rajoni. Kurse këtu është e kundërta. 4-5 tregtar të mëdhenj fusin mallin dhe na konkurrojnë. Bujku thot se nuk e shqetësoi kundërshtimi që u bëi desë së tij, për toni i lartë i kryeministrit që përdori ndaj një fermeri 61 vjeçar. Mu më vrajti ajo arroganca. Ulu, unë pa folur ulu. Pastaj unë u detyrova dhe fola, siç e ndjeva. Por zhgënjimi nuk qe vetëm nga politika. Dolëm nga takimi, më thanë gjithë mirë e bërë, po ku ju ku jetë? Dhe unë ndjeva si u ofendova se nuk u ngrit asnjëri. Ndërkohë fermeri është duke përballë me një treg të pasigurt. Lil, kjo është lakër e kuqe. Në sa po e shet për momentin dhe ku shkon? 15 lek. Dhe shkon të nga zonën Çekim, Poloni, ku çojnë to Malzi, Bosnje. Do të ishte 50 lek që të lerin interesin të fermeri. 15 lek nuk nxjesh penzimet. Unë këtu hum 3 euro.
Të mbjellat e fermerëve konkurohen nga importi në sasi dhe në çmim. Kjo pasi një bujk në rajon mbështetet disa herë për të njëjtën sipërfaqe toke. Sipërmarrja në Shqipëri po kthehet gjithnjë më shumë në një zgjedhje karriere, me një rritje të ndjeshme të bizneseve të reja, por paralelisht vjet re një tjetër trend, gjithnjë më pak sipërmarrës po u drejtojnë bankave për kredi, duke preferuar vetë financimin. Ndjekim Marinela Lina. Nga viti në vit, sipërmarrja në Shqipëri po kthehet gjithnjë më shumë në një zgjedhje karriere për qytetarët, ndonse numri i bizneseve po rritet ndjeshëm, një trend bie në sy. Sipërmarrësit po i drejtojnë gjithnjë më pak bankave për hua për çelje biznesi. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2025, huamarrja për hapje biznesi deri në muajin nëntor në monedhën vendase arriti në rreth 62.6 miliard lekë nga 80.6 miliard lekë në 2024, një nivel që tregon një qasje më të kujdesshme ndaj kreditimit, ndërsa e njëjta ecuri paraqitet edhe në euro. Treguesit flasin në kontradikt, tregon që këto biznese nuk hapen si bizneset reja pa pasur nevojë për kapital, sepse në një farë mënyre është ai treguesi i forcimit të kërkimit të kthimit në ligjshmëri të atyre bizneseve që kanë funksionuar në realitet, por pa qenë të regjistruar, apo biznese të krijuara për të shpërndarë atë xhiron e biznesit për të shmangur dhe për të krijuar një shmangje të detyrimeve tatimore. Më pak hua bankare, por më shumë biznese të reja të vetë financuara. Regjistrimet e bizneseve të reja shënuan rritje të ndjeshme në vitin 2025 me 20.765 subjekte të reja, nga rreth 17.500 në 2024 dhe rreth 16.800 në 2023, ndalur sipas shpërndarjes gjeografike. Tirana mban peshën kryesore, pasuar më tej nga Durrësi dhe Vlora dhe më pak në Dibër e Kukës. Nëse do të flisnim vërtet për mbështetjen e startupeve, që do të thotë të rinjt, ata që sjellin ide dhe gjenerojnë zhvillime të reja dhe të qenë sipërmarrës. Atëherë do të kishim një tregues tjetër. Do të kishim që realisht do të kishim rritje të kreditimit për këto lloj subjektesh. Ndërsa bëjnë apel për një shtim të kontrolleve tatimore, ekspertët mbështesin zgjerimin e huadhënies edhe në sektorët e lëmpasdore. Sipas ekspertëve, bankat duhet të tregohen më gjithëpërfshirëse, duke zgjeruar kreditimin drejt sa më shumë sektorëve të ekonomisë. Kjo me synimin për të rritur mbështetjen e sipërmarrjeve dhe për t'i dhënë më shumë frymarrje bizneseve të reja në vend. Për Top Channel, Marinela Lina. Një vit pas mbylljes, aplikacioni TikTok do t'jetë sërish i aksesueshëm nga qytetarët në Shqipëri. Vendimin për heqjen e bllokimit e mori qeveria 2 ditë përpara se çështja të shqyrtojë në gjykatën kushtetuese, ndërsa kjo platformë përdoret nga 1.5 milion shqiptar. 2 ditë para shqyrtimit të çështjes në gjykatën kushtetuese, qeveria shfuqizon vendimin për bllokimin e rrjetit social TikTok, duke rikthyer aksesin e plot për të gjithë përdoruesit. Në një vendim të Këshillit të Ministrave të datës 3 shkurt 2026 që mban firmën e kryeministrit Edi Rama, qeveria rikthen aksesimin në aplikacion. Këshilli i Ministrave vendosi heqjen e masave të përkohshme për ndërprerjen e aksesit në platformën online TikTok në territorin e Republikës Shqipërisë pas adresimit problematikave në fushën e sigurisë publike dhe sociale në mjedisin digjital. Në vendimin e qeverisë sqarohet se Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike në bashkëpunim me entet rregullator të fushës ndërmerr veprimet e nevojshme për realizimin e heqjes së masave për ndërprerjen e aksesit të kësaj platforme. Te njëjtën e 5 shkurtit, gjykata kushtetuese do të shqyrtonte vendimin për mbylljen e platformës, seancë e kërkuar nga Asociacioni i Gazetarëve me argumentin se mbyllja e TikTok kishte prodhuar pasoja për lirinë e shprehjes dhe informimit. Po më 3 shkurt, qeveria i është drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesën për pushimin e çështjes me argumentin se vendimi i bllokimit është fuqizuar. Platforma sociale TikTok u mbyll në mars të vitit 2025 pas vrasjes me thik të 14 vjeçarit Martin Cani nga një bashkëmoshatar i tij pas një sherri të nisur në rrjetet sociale. Vendimi erdhi pas konsultimit të gjerë me prindër e mësues, ndërsa tashmë aplikacioni është rihapur për 1.5 milion përdorues shqiptar. Banorët e plazhit të njohur të Baksurrollit në Velipoj, një zonë shumë e bukur dhe pothuajse e virgjër nga ndërtimet, prej disa ditësh janë në protestë. Ata po përpiqen të bllokojnë punimet që po bëhen për ndërtimin e një resorti turistik atje, duke thënë se u janë grabitur tokat e tyre. Ndjekim Klodian Zhivanin. Ka dalë, mos e çpara. Ka dalë. Punë pa vetëm do.
Edhe në ditën e tretë të protestës, banorët e rrjollit në Velipoju përplasën sërish me policinë e shtetit, këtë herë duke bllokuar rrugën e makinerive për të mos shkuar në kantierin e punimeve. Teksa makinerit vazhdojnë punën për ndërtimin e resortit, banorët thonë se protesta e tyre do të zhvendoset ditën e njëjtë përballë zyrave të Spakut, aty ku do të kërkojnë llogari për denoncimin e bërë që në muajin mars. Policisë kanë thënë, mos i merrni dyrt se na nesër ton. Nesër do të drejtojnë Spakut. A 10 burra, a 30 burra, a 2 burra do të drejtojnë atë Spakut, do të merren deri në Spakut. Edhe atje do të na çojnë bul. Të gjithë këta burra që i shef këto, nesër janë në Spak. Në Spak do kërkojmë kallëzimi, si është bën me kallëzimin që kena bën në mars të vitit 2025. Hajde në Shqipni, qa me bën Shqipni? Qa me bën Shqipni? Vi direkt prej France, me shini qenjen teme se si e kam, sepse jam me një transplant veshkje. Gjatë protestës, një person shfaqi probleme shëndetësore dhe u transportua në spital. Paku të pi kraki. I pi kraki e gjon. I pi kraki nga si të ngojmë. Mjaftën i pi kraki. Qomi bëj fje më. Ndërsa në 3 ditë protest, më shumë se 40 banor janë shoqëruar në polici. Analizat e kryera në një laborator të specializuar në Itali konfirmojnë se 2800 ton mbetje industriale të kompanisë Kurum të depozituara në Porto Romano paraqesin rrezik për shëndetin dhe mjedisin. Prej 15 muajsh, banorët që jetojnë aty ende nuk dinë se kush do të marrë përsipër asgjësimin e tyre. Pas mbërritjes së përgjigjeve të analizave nga një laborator i specializuar në Itali, se 2800 tonët e mbetjeve industriale të Kurumit të depozituara këtu në Porto Romano të Durrësit janë të rrezikshme për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, banorët e zonave përreth shfaqen të shqetësuar në lidhje me bashkëjetesën e gjatë me to. O të hiqen këto, ose na heqni ne për këtu, mos largon aty ikim. Jam shumë i shqetësuar, po çfarë të bëjmë? Tani kur i hekin shtetin. Mirë është mi largu, po për fat keq shteti që kemi ne nuk është i aftë për me e bëha gjë. Sipas analizave, mbetjet industriale kanë toksicitet të theksuar dhe ndikim afatgjat, veçanërisht për ekosistemet ujore. Megjithse hetimet kanë identifikuar përgjegjësi penale, mbetet ende e paqartë se kush do të marrë përsipër asgjësimin e mbetjeve të rrezikshme. Prej rreth 15 muajsh, 2800 ton mbetje të rrezikshme vijojnë të qëndrojnë të depozituara në Porto Romano, ndërsa publikimi i analizave që i klasifikon ato si potencialisht kancerogjene ka ngritur alarmin tek banorë dhe ekspert. Ndërkohë, në dosjen hetimore ngrihen dyshime dhe për zhdukjen e sasive të tjera me mbetje të dyshimta në zonën e Elbasanit, duke shtuar indicjet për një skemë më të gjerë të menaxhimit të palishëm të mbetjeve industriale. Policia e Durrësit njoftoi se deri tani janë ekzekutuar 20 nga 33 masa sigurie në kuadër të hetimeve për mbetjet e rrezikshme të kompanisë Kurum, të cilat u kthyen në Shqipëri në vjeshtën e vitit 2024 nga Singapori, ndërsa kishin si destinacion Tajlandën. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të përgjegjësive penale, ndërsa fati i 2800 tonëve mbetje të rrezikshme që ndodhen ende në Porto Romano mbetet pas zgjidhja. Një 34 vjeçar u plagos me thik gjatë një konflikti në një lokal në Korç. Autori i ngjarjes është një 17 vjeçar, ndërsa mësohet se i plagosuri Benard Qelemeni kishte ardhur në Shqipëri pak ditë më parë pasi jetonte në Greqi. Shkaki i përplasjes mes dy të rinjve mendohet të ketë qenë një konflikt i mëparshëm, pasi 2 vite më parë dyshohet se i plagosuri ka vjedhur banesën e autorit gjatë konfliktit në lokal. 34 vjeçari goditi të miturin, i cili më pas e plagosi me thik në pjesën e krahut. Autori i mitur u largua nga vendi i ngjarjes pas plagosjes, por u kap nga policia pak minuta më vonë. Në vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryetari i Kuvendit Niko Peleshi theksoi se Ballkani Perëndimor është i ndjeshëm ndaj faktorëve destabilizues. Gjatë fjalimit në Forumin e Sigurisë në Kongresin Amerikan, ai tha se Kosova duhet të antarësohet në NATO. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryetari i Kuvendit Niko Peleshi ngriti shqetësime për sigurinë në Ballkanin Perëndimor.
Gjatë fjalës së tij në forumin për sigurinë në Kongresin Amerikan, Peleshi e cilësoi rajonin një hapësirë gjeopolitike të ndjeshme ndaj kërcënimeve hibride dhe ndërhyrjeve të huaja. The Western Balkans remains geopolitically sensitive. Ballkani perëndimor mbetet i ndjeshëm në aspektin gjeopolitik, i ekspozuar ndaj përpjekjeve të huaja për të minuar stabilitetin, për të dobësuar institucionet demokratike dhe për të shkatruar besimin te rruga euroatlantike. Ky realitet kërkon vigjilencë, qëndrueshmëri dhe qartësi strategjike. Integrimet euroatlantike dhe antarësimi i Kosovës në NATO janë të domosdoshme për sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Siguria ka kosto dhe përgjegjësia duhet ndarë. Me këtë mesazh, kryeparlamentari Peleshi kujtoi vendimin e samitit të NATO-s në Hag për rritjen e investimeve në mbrojtje, duke theksuar se edhe Shqipëria po e ndërmerr një hap të tillë. Këtë vit, ne po investojmë 2.12% prodhimit brendshëm bruto në mbrojtje, me një trajektore të qëndrueshme në rritje në vitet e ardhshme për të përmbushur udhëzimet e dakorcuara. Në forumin ku merrnin pjesë senatorë, kongresmen, përfaqësues të lartë të sigurisë dhe personalitete të larta ushtarake amerikane, Peleshi nënvizoi se partneriteti Shqipëri-SBA është strategjik, afatgjatë dhe i bazuar në vlera të përbashkëta demokratike, në sundimin e ligjit dhe në respektimin e të drejtave të njerëzit. Presidenti i Kinës Xi Jinping po planifikon një monedë rezervë globale të mbështetur nga një bankë qendrore e fuqishme për të përdorur gjerësisht në tregtinë ndërkombëtare e quajtur renminbi. Ajo zvendëson termi yuan në dokumentat zyrtare dhe godet direkt dollarin. Kina po shfrytëzon atë që e sheh si mundësi të artë për të sfiduar dominimin e SBA-s në financat globale dhe për të ushtruar një ndikim më të madh ndërkombëtar në dëm të dollarit amerikan, i konsideruar prej kohësh si monedha e gjithfuqishme. Paqëndrueshmëria gjeopolitike e nxitur në masë të madhe nga politikat ekonomike shpesh kaotike të presidentit Donald Trump, thot CNN, ka përfshirë tregjet e aksioneve këtë javë dhe monedha e gjelbër ka rënë në nivelet më të ulta të 4 viteve të fundit. Investitorët nga ana tjetër po orientohen drejt aseteve të sigurta, duke çuar çmimin e floririt në nivele rekord, prej më shumë se $5,500 për ons. Kjo i ka dhënë Kinës një hapësirë për të promovuar monedhën e saj si një alternativë të qëndrueshme. Së fundi, revista kryesore ideologjike e Partisë Komuniste Kineze publikoi deklarata të presidentit Xi Jinping, në të cilat ai paraqet planet për ta shndruar në një monedhë rezervë globale renminbin, që zëvendëson termin yuan në dokumentet zyrtare dhe financiare. Ky është roli që aktualisht e luan dollari amerikan, monedha kryesore për shumicën ndërmuese të tranzaksioneve ndërkombëtare, çka e ka bërë atë një nga investimet më të sigurta në botë. Askush nuk pret që kjo të ndryshojë së shpejti, shkruan CNN, megjithatë rënja e ndjeshme e vlerës së dollarit që nga rikthimi i Trumpit në detyrë vitin e kaluar, duket se i ka hapur derën një sfiduesi të mundshëm si Pekini. Sipas revistës Qiushi, Xi i ka thënë zyrtarëve qeveritar se Kina duhet të synojë krijimin e një monedhe të fortë, të përdorur gjerësisht në tregtinë ndërkombëtare dhe në këmbimet valutore, dhe të mbështetur nga një bankë qendrore e fortë dhe me aftësinë të tërheqë investime e të ndikojë në formimin e çmimeve globale. Komentet e liderit kinez janë bërë privatisht në vitin 2024, vazhdon CNN, por janë publikuar tani në një kohë kur Kina duket se po tenton të pozicionohet si një partner ekonomik dhe politik më i besueshëm se sa Shtetet e Bashkuara. Dhe ishte gjithçka për edicionin tonë të mbrëmjes këtu në Top Channel. Ju falenderojmë që na ndoqët. Mirupafshim. Mirupafshim.